Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat tona tradicionale kaq të shijshme dhe janë kaq shumë të thjeshta në përgatitje të çojmë pas në fëmijëri me shijen e tyre. Speca me qumësht. Na nevojiten 5-6 speca, sa më të freskëta të jenë, akoma më mirë. Do t'i largojmë pjesën e bishtit dhe të farave dhe do t'i presim në copa. Kjo është si pas dëshirës, mund t'i prisni si pas formës që ju dëshironi ose t'jetë më lehtë për ju. Unë kam zgjedhur këtë mënyrë në mënyrë që ena që do t'i vendos të marrë sa më shumë speca. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoni për çdo recetë të re të postuar. Pasi i kemi prerë specat, i vendosim në çfarëdo lloj ene me kapak që u gjendet në shtëpi. Do shtojmë një lugë gjelle të madhe me krip dhe 1 litër qumësht të ngrohtë në temperaturë sa kur e përgatisim për të bërë kosin. Do ta shtojmë edhe atë në enë, duke e mbushur plot, pra speca duhet të jenë të zhytura plotësisht në qumësht. Unë kam shtuar rreth 2-3 lugë kos edhe me një lugë përgatiten, por unë shtova 2-3 lugë për të qenë më e sigurt dhe e përzihem shumë mirë, ja kështu si po shihni në video. Më pas do ta mbyllim mirë kapakun. Do t'i mbulojmë me një pecet të pambukt ose me një peshqir, njësoj sikur do zëm kos dhe do t'i lëm kështu për 2 orë. Pas 2 orëve do t'i lëm në frigorifer derisa të jenë gati dhe këtu është rezultati pas disa ditëve. Shikoni pak se sa të mira që janë bërë, ka një shije dhe një aromë fantastike, po ju si i përgatisni specat me qumësht dhe kos, unë ju sugjeroj të provoni këtë recetë dhe të jeni të sigurt që nuk do të zhgënjeheni. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Shkojnë shumë me vaj ulliri, me bukë shtëpie dhe pak domate të freskët. Mos harroni të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Faleminderit!